U bën 4 vite, prej se presidenti i atëhershëm Stevo Pendarovski mori përdore 11-vjeçaren Ëmbla Ademi dhe e dërgoi në shkollë, pas bojkotit të prindërve të bashkëmoshatarëve të saj. Ëmbla, me sindromin Down, tashmë është në klasën e 8 dhe vitin e ardhshëm pas përfundimit të klasës së 9 duhet të përballet me sfida të reja. Në ditën ndërkombëtare të sindromit Down, shtrohet pyetja se çfarë ndryshimesh u bën për këtë kategori të fëmijëve. Gjatë një prononcimi në emisionin Pasdite në televizionin Koha, Shpend Salia nga shoqata Bashkërisht Mundemi thotë se si prindi një vajze me këtë sindrom përballet me vështirësi të shumta. Ta them konkretisht që vajza ime s'kam ku ta shoj s'ka tretman fizioterapik ku trajtohet vajza ime. Thjesht është 10 vite, ajo vetëm një tavan ka, s'kam ku trajtohet. Edhe prandaj barierat edhe pengesat janë shumë të mëdha. Fakt është se nëpër komunat tona nuk ekziston një plan strategjik social, cili duhet, nëse ka, por nuk zbatohet, nëse është vetëm letër, është vetëm letër, nuk praktikohet, nuk realizohet konkretisht në vepër për këto fëmijë. Mbi 80% e prindërve nuk i dërgojnë fëmijët në seanca për shkak të situatës dhe barës financiare, thotë Shpend Salia. Sipas tij, qendra Bashkërisht Mundemi nga Gostivari, pavarësisht se neglizhohet nga komuna dhe shteti, mundohet që t'u lehtësoj jetën prindërve dhe fëmijëve me sindromën Down. Qëllimi kryesor nga fillimi ka qenë që ne t'u lehtësojmë prindërve, jo të bëjmë ngarkesë. Edhe prandaj ajo ka qenë nga dita e themelimi, nga dita e hapjes ka qenë që mos ketë barë prindi. Ne mundohemi në maksimum mënyrë profesionale, me staf profesional që trajtojnë ato fëmijë, socializohen, megjithatë socializimi, edhe jena mundu deri sot, ndoshta e shohim shumë mirë dallimin e fëmijëve të cilat përpara 8 viteve dhe ditën e sotshme se çfarë përmirësimesh ka, është reale, se në fillim ishte pak ma problem, se këto fëmijë ishin ma shumë të izoluar nëpër hapësirat shtëpisë, pak nga prindrit i nxjerrshin jashtë, turproheshin se kanë një fëmijë të tillë, dhe ndoshta konkretisht kanë bërë luftë me prindrit t'i bindi se këto janë fëmijë, pa më parasysh pengesave të tyre, do të dalin si çdo fëmijë jashtë, do të jenë pjesë e kësaj shoqërisë tonë. Edhe në fillim ndoshta fillim nisa me 2 fëmijë, pastaj nga vetëdijsimi i prindërve e filluan t'i nxjerrin fëmijët jashtë. Ndryshe, qendra Bashkërisht Mundemi është një qendër ditore jashtë institucionale për personat me nevoja të veçanta, ndoshta e vetmja qendër e këtij lloji në rajon. Mbijeton fal donacioneve të njerëzve human, kurse qëllimi i tyre është ndërtimi një qendre moderne me standarde bashkohore, e cila do të jetë qendër rajonale, duke u shërbyer veçanërisht fëmijëve me aftësi të kufizuara, ku brenda saj do të funksionojë dhe jetimorja për fëmijët me aftësi të kufizuara, që kanë nevojë për përkujdesje të vazhdueshme dhe një streh të sigurt. Ndryshe, në Maqedoninë e Veriut nuk ka një bazë të centralizuar të dhënave, por vlerësohet se jetojnë rreth 800 deri 1000 persona me sindromën Down, ndërsa çdo vit lindin rreth 20 deri 30 fëmijë me këtë gjendje. Kjo nuk është një dukuri e rrallë, pas këtyre shifrave qëndrojnë jetë të vërteta. Janë njerëz me potencial, aftësi dhe të drejtë për të qenë pjesë aktive e shoqërisë.